Ish konkurrentja e Big Brother VIP Albania 4, Loredana Brati, ka reaguar publikisht pas përhapjes së disa fotove që po qarkullojnë me shpejtësi në rrjetet sociale, ku ajo shihet krahiozit. Përmes një mesazhi drejtuar ndjekësve të saj në kanalin Loris People, Loredana ka sqaruar se këto imazhe nuk janë reale, por janë krijuar përmes inteligjencës artificiale. Ajo ka kërkuar që shpërndarja e tyre të ndalojë menjëherë, duke i cilësuar si dashakeqe, të rreme dhe të dëmshme për publikun. Sipas saj, fotot e krijuara me AI po shkaktojnë keqkuptime dhe disinformacion, pasi nuk pasqyrojnë as pak realitetin dhe përbëjnë një formë mashtrimi ndaj ndjekësve. Përveç sqarimit, Loredana ka falendëruar fansat për mbështetjen e vazhdueshme, duke u shprehur se ata kanë qenë forca e saj më e madhe në momentet e vështira. Mbështetja juaj ka qenë drita në momentet më të errëta të jetës sime, shkruan ajo. Ky reagim vjen pas spekulimeve të shumta që lidhen me marrëdhënien e saj me Jozin, e cila u diskutua gjerësisht gjatë qëndrimit të tyre në BBVA 4. Pas përfundimit të reality show, romanca nuk mbijetoi dhe Loredana duket se kërkon të mbyllë përfundimisht kapitujt e së kaluarës dhe të ndalojë rikthimin e tyre përmes teknologjisë.